Pas lajmit tragjik për vllajën e Gjestit, Don Gjoni merr një vendim. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur pas ditën e sotme në Pej, ku ka humbur jetën Eldion Kelmendi, vllai i reperit i njohur dhe fituesi të Big Brother VIP 4 Gjesti. Ky lajm ka prekur thellë opinionin publik dhe njerëzit e afërt dhe familjen. Ndërta, ka reaguar dhe artisti i njohur Don Gjoni nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, duke thënë se për shkak të ndjeshmërisë së rastit të sotëm që përfundoi me fatalitet, kënga nuk do të publikohet sot. Ngushëllimet për zemërta familjarëve dhe kolegut Gjestit. Zoti ju dhëm forcë dhe durim. Ngjarja e rëndë ndodhi pas ditën e së premtes në fshatin Qungur të Pejës, ku një motor u përplas me një vetur në një kthes të rrugës. Eldion Kelmendi, vllai i vogël i Gjestit, ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa një tjetër person me inicialet KB është plagosur rënd dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve në Spitalin Rajonal të Pejës. Banorët e zonës kanë treguar për momentet e para pas aksidentit dhe kanë shprehur tronditjen e tyre për këtë humbje, duke kërkuar nga autoritetet të zbardhin plotësisht rrethanat e ngjarjes. Ndërkohë, Gjesti, fituesi i edicionit fundit të Big Brother VIP Albania, ende nuk ka reaguar publikisht gjatë kohës së qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ai kishte treguar shpesh për lidhjen e ngushtë me vllain e tij, i cili sot nuk jeton më.